Ju përshëndes të gjithëve. Është kënaqësi për mua që të mund të drejtoj disa këngë në adhurim për gjithë juve. Gjithashtu doja të thoja faleminderit organizatorëve të këtij takimi online. Përpara se të fillojmë të këndojmë, doja shumë që të mbyllim sytë atje ku jemi dhe të ftonim Perëndin për të na drejtuar në këtë kohë adhurimi. Aba Vat, në emrin e Jezusit. Ne të ftojmë ti në këtë kohë adhurimi, në këto këngë. Zot, ne duam që ti t'jesh fokusi i këtyre këngëve, ti t'jesh në qendër të këtij adhurimi. Ndihmoj zemrën tonë, mendjen tonë për të bekuar ty. Frymë shenjtë ne kemi nevojë për ty. Në emrin e Jezusit, eja dhe na drejto, Zot. Drejto mendimet tona, drejto e ti, Zot, këtë kohë. Kjo është e jotja. Ne duam të kënaqem ty me këtë kohë. Në emrin e Jezusit, së bashku themi, amen. Le të këndojmë së bashku. Eja Zotin të adhuroj, eja në gjunjë të qëndroj, gjërat më dha ka bërë. Me dashuri na mbuloj, ka qdo më katë na shliroj, gjërat më dha ka bërë, gjërat më dha ka bërë. Heroj i qelit, ti vdekje në poshte, çdo prangë këpute, të liro prit bëre o Zot, bën gjërat më dhaja, kërcejmë të lirë, të gjallë dhe në jetë, o Jezus shpëtues, emrin tënd lagrejmë o Zot, bën gjërat më dhaja. Ke qenë besnik në të gjitha stuhi, për gjithmonë do të mbetesh besnik, bën gjërat më dhaja. Unë e di përsëri do të bësh, fjala jote është po dhe amen, bën gjërat më dhaja, bën gjërat më dhaja. Heroj i qelit, ti vdekje në poshte, çdo prangë këpute, të liro prit bëre o Zot, bën gjërat më dhaja, kërcejmë të lirë, të gjallë dhe në jetë, o Jezus shpëtues, emrin tënd lagrejmë o Zot, bën gjërat më dhaja. Halleluja Zot, ti nuk ndryshon, halleluja Zot, për jetë qëndron, halleluja Zot, bën gjërat dha, bën gjërat dha. Halleluja Zot, ti nuk ndryshon, halleluja Zot, për jetë qëndron, halleluja Zot, bën gjërat dha, bën gjërat dha. Heroj i qelit, ti vdekje në poshte, çdo prangë këpute, të liro prit bëre o Zot, bën gjërat më dhaja, kërcejmë të lirë, të gjallë dhe në jetë, o Jezus shpëtues, emrin tënd lagrejmë o Zot, bën gjërat më dhaja. O Zot Jezus, gjërat që ti bën o Zot, askush nuk i bën. Shkënaqësia ime të të bekoj ti sot.
ziren, cu scafucina, te băi mă-ți miră, breti lav disă, breti per bici dombre. Cu stungi token, me vede tima, me le parfuma, de bun ciudira, breti lav disă, breti per bici dombre. Da shuripa ma curvendo intime de cruci intima yetantandele giunti emili oh Jesus quando sei mamma che c'è Remuia na regel si, tuż bănietini te čuvedbi, breti lav disă, breti per bici dombre. Cuš sundom combe, medre de si, shkëlqen si tiel, plot me lav di, breti lav disă, breti per bici dombre. Ky është hir pa fund, është dashuri pa mar, kur vendin tim ti merr, dhe kryqin tim ti mbar, jetën të ndele, gjën të jemi është hir pa fund, është dashuri pa mar, kur vendin tim ti merr, dhe kryqin tim ti mban, jetën të ndele, gjunjë të jemi Jesus këndoj se me mua ke qenë i mirë. Jesus këndoj se me mua ke qenë i mirë. O Zot, faleminderit. Shenjtë sa të dua, fryme shenjtë të mbush ma shpirti, fryme shenjtë me kontrolli, fryme shenjtë më drejtoj, fryme shenjtë sa të dua, shenjtë mbush ma shpirti, fryme shenjtë me kontrolli, fryme shenjtë ti më drejtoj. Ty t'kam fort kur vetëm jam i dobët, ty t'kam mik për kratë kam gjithmonë, ty je që për te s'do kuptimi tim leto e kunsol se tu kam fort kur vetun jam i dobët, tu kam mik për kratë
gente sa të dua. Fryme shenjtë mbush ma shpirti, fryme shenjtë me kontrolli, fryme shenjtë më drejton. Se tu kam fort kur vetun jam një dobër, tu kam një për kratë kam gjithmonë. Ti e pace për te çdo kuptimi, ti mbretëron te kusot. Se tu kam fort kur vetun jam një dobër, tu kam një për kratë kam gjithmonë. Ti e pace për te çdo kuptimi, ti mbretëron te kusot. Ti mbretëron tek ne sot, ti mbretëron tek ne sot. O Jesus, o fryme shenjtë, le të jetë mbreti mali ku vrapoj, burimi ku shkoj, o atë kam kënd. Le të jetë mbreti hija ime ku pushoj, shpëtimi ku vrapoj, o atë kam kënd. Le të jetë mbreti mali ku vrapoj, burimi ku shkoj, o atë kam kënd. Le të jetë mbreti hija ime ku pushoj, shpëtimi ku vrapoj, o atë kam kënd. Se ti je i ti je i se ti je i ti je Le të jenë mbreti era ime në lumrim, spirancë për shpirtin tim, o atë kam kënd. Le të jenë mbretim, zjarri brënda zemrës sime, jehona e çdo dite, o atë kam kënd. Le të jenë mbretim, era ime në lumrim, spirancë për shpirtin tim, o atë kam kënd. Le të jenë mbretim, zjarri brënda zemrës sime, jehona e çdo dite, o atë kam kënd. Së bashku, ti je i ti ku nuk do t'më lesh, ti ku nuk do t'më lesh në bar. Ti ku nuk do t'më lesh, ti ku nuk do t'më lesh në bar. Ti ku nuk do t'më lesh, ti ku nuk do t'më lesh në bar. Ti ku nuk do t'më lesh, ti ku nuk do t'më lesh në bar.
di Zotit. Shumë faleminderit për kohën, për përfshirjen tuaj në adhurim, sepse ai është i denjë të adhurohet. Ftoj të ndjekim pjesën tjetër të programit. Zoti ju bekoft shumë. Përshëndetje miq, përshëndetje ju që na ndiqni online, edhe në fakt online është java e 8 që kisha vetëm feston online, edhe jam i sigurt që ka edhe anën pozitive për ty, sepse ke pas mundësi të dëgjosh mesazhe të ndryshme nga kisha të ndryshme, nga pastorë të ndryshëm për vete, e gjithashtu ka qenë shumë e thjeshtë për të ndarë live-in e mirë me të tjerët, thjesht një link edhe të tjerët mund të marrin edhe inkurajohen prej teje. Jam shumë kurioz nga po na ndjek tani, ku ndodhesh në këtë moment. Ndonjëherë po thonë, po në shtëpi jam, se jemi mbyllur në shtëpi. Jo, qa lagje, qa qyteti, nëse je jashtë Shqipërisë, ku në përbot, nëse Gjermani apo kudo që mund të jesh. Dua shumë që ky mesazh të jetë inkurajim për ty, edhe uroj që Perëndia të ketë një fjalë specifike për situatën ku je. Nuk e di, madomeni ke bën ai kafe gati, apo nai çaj, apo nai gotë kola, apo ujë. Dua shumë që ta shijosh deri në fund, edhe ndiqje sikur je në kish, edhe po pret që Perëndia të thotë një fjalë specifike. Ajo që do të ndaj me ju është mesazh shumë interesant, por le ta lexojmë s'pari pasazhin me cilën do ta filloj. Është Veprat kapitulli 20, vargjet 7, 8 dhe 9. Thuhet aty: ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën, Pali, i cili duhet të nisej të nesërmen, bisedonte me ta dhe zgjati fjalën deri në mesnat. Vargu 8, dhe në sallë ku ishin mbledhur kishte shumë llampa. Vargu 9, një djalosh me emrin Eutik, që ishte ulur në pravazin e dritares, e zuri një gjumë i rëndë, dhe ndërsa Pali e çoi fjalën gjatë, e zuri gjumi, ra nga kati drejt poshtë dhe e ngritën të vdekur. Shok, ky është, nuk po qesh që vdiqja, po pritse do ta vë se ai ringjallet shumë shpejt. Shok, ky është rasti i parë i dokumentuar, i shkruar kur dikë e zë gjumin kish. Edhe nuk ka qenë rasti i funit e Utiku, ky djali me siguri kalon shumë pasardhës, të cilët ndërkohë që shkojnë për gjumesazhin, i zë gjumi. Gjumi është i nevojshëm, apo jo? Ne kalon 1/3 e jetës tonë duke fjetur. E bukra e gjumit, e di çka ka. Kur je në gjumë, nuk e kuptoj që je në gjumë. Për shembull, marrë me babin tim e zinte gjumin direkt sa hante darkën, ule në divan, gjasën po shikonte televizor, edhe fillonte duke grit. Edhe i thoi, o ba, nëse të vjen gjumë, flen krevat. A i zgjoj, jo, s'jam duke flet, jam duke pa televizor, nuk po flet. Edhe është vërtet, kur ti njerëzit flen edhe nuk e kuptojnë që po flen, ose sa nga ju gërhisni ku flini gjumë. Shkruaj te komente, parte e bën me kode, shkruaj te komente vetëm shkrojnë edhe është kodi jonë, që mos ta marrin vesh tjerë se çfarë po flasim. Shumë faleminderit për sinqeritetin dhe për komentet që më bën, e do të kërkoj her pas here të komentosh diçka që të ndjehemi sikur po bashkëbisedojmë bashkë, pavarësisht se nuk shihemi kështu fizikisht. Edhe ka njerëz në fakt që i zë gjumi kudo. Mbaj mend kur isha ushtar, bënim gjithë ditën stërvitje, mbaj mend sepse në kohën kur isha ushtar ishte detyrueshme ushtria, edhe ishim gjithë ditën në stërvitje, natën do bënim shërbim një natë po një natë jo, natën që ishte shërbimi ishte shumë e rëndë, se i lodh gjithë ditën, shërbimi mbrëmjes çik më i lehtë, po mas mesnatës ishte shumë e vështirë, e të zinte gjumi shumë kollaj. Edhe ka njerëz që mund të flenë kudo. Janë udhtim, janë me fluturojnë me avion apo çdo lloj, apo janë mbështeten një çik, mund të zë gjumi shumë kollaj kudo. Ai sa ka dhe njerëz që nuk i zë gjumi kollaj. Duhet të kenë kushte, duhet të jetë rahat, dhe krevati duhet të jetë rregullu mirë, ndryshe nuk i zë gjumi rahat, dhe ka njerëz që zgjojnë shumë kollaj. Nusja ime Ada zgjohet nga zhurma më e vogël që mund të zgjohet. Edhe është të gjithë flenë, edhe të gjithë kemi dëshirë të fletë, edhe sa mirë që kemi gjumë, që mund të karikohemi fuqishëm për ditën tjetër, por të Veprat e Apostujve, aty kemi këtë kishën e parë, fillon kisha e parë, Jezusi erdhi, Jezusi vdiqi, Jezusi ringjall, vjen fryma e shenjtë, edhe ndahet lajmi i mirë, fillon kisha e parë, 3000 veta besuan te Krishti, edhe ka një vrull të papam, edhe ja ku është apostulli Paul, predikuesi më i madh pas Jezusit, i gjithë kohërave, edhe po ju predikon këtyre besimtarve edhe njërin e së gjumi.
Kjo një qik, me thënë drejten, kjo më qetëson pak. Më qetëson pak, sepse përderisa njerëzit i zuri gjumi, kur po predikon të Pali, predikuesi më i madh mas Krishtit që është i njohur, nuk është habi nëse dikë e zë gjumi ndërkohë që unë predikoj, nëse të hapet goja ndërkohë që po dëgjon është shumë normale. Dhe madje jam shumë kurioz nëse dikujt po i vjen gjumë tash, shkrujte komente, vetëm mua. Vetëm më. Ndoshta në njëri thotë, po si mund të komentojë nëse po vjen për gjumësh? Mirë, shkrujte komente kështu. Shkronja pa lidhje që do thotë që ti nuk është e fare se çfarë po shkruan sepse je për gjumësh. Pali është në qytetin Troas. Edhe ishte mundësia ti e fundit që të fliste të krishterëve aty, edhe ato mblodhën të shtëpia njërit në qytet, edhe shtëpi 3 katëshe, edhe në katin e 3 u mblodhën këto, edhe Pali po predikon të lajmin e mirë të Jezu Krishtit që erdhi, që vdiq, që u ringjall, edhe kush beson është i shpëtuar, edhe vargu, shtëpia ishte plot, vargu 8 thot në sallën ku ishin mbledhur kishte shumë llampa, edhe ka shumë gjasa, shtëpi 3 katëshe, në mos ishte ndërtesa më lartë në qytet, të gjithë nga larg mund ta shikonin, çka ka atje? Pse janë mbledh njerëzit atje? Edhe lajmi duke shkuar, janë mbledh ato që po flasin për Jezusin, po flasin për birin e Perëndisë që u ringjall. Edhe aty mes tyre ishte Eutiku. Ishte ullë të pravazi i dritares, edhe ka shumë nësi që bënde një qikorent aty, të pravazi i dritares, edhe njerëzit po dëgjonin Palin me shumë interes, edhe pse predikimi u zgjat, njerëzit janë aty, janë duke dëgjuar me shumë interes, edhe është ky Pali që po tregon ungjillin, ky Pali që po tregon jetën e vet, që e ka çu ungjillin cep me cep të mbretërisë romake, që ishte në atë kohë ishte bota e njohur, ishte perandoria romake që kështë pushtu, perandoria romake njësi botë, edhe persekutimet që kështë heqë, vështërsi që kështë heqë, edhe tashi predikimi shkoi gjatë. Tani në atë kohë, predikuesit flisnin gjatë, nuk është si tashi që po kalove 30 minuta, ke zgjat një qik predikimi, se kaloi 30 e ca minuta. Pali predikoi për orë të tëra, sepse thuhet, e filloi mesazhin dhe e çoi deri në mesnat. Edhe ky tjetri, ky Lali, ky shoku jon, Eutiu, ade thrasin Tiku. Tiku po e zinte gjumi. Tiku po kote. Si thon me kontekstin, në fshatin im thuaj po kotej ose po e merr të gjumi, si thon nga fshati se nga qyteti atë kur është si dremiste, apo po flinte një sy gjumë, apo si thuhet. Edhe ky shoku jon Tiku, me që po dremiste, por ato e si shumë, edhe zuri gjumi, e humbi ekuilibrin, edhe fluturoi biri botës nga katrit i tret, bam, shaku në tokë, vdiq direkt, njerëzit zbritën me vrap, e panë që kështë vdekur. Pali ndaloi mesazhin, zbriti në tokë 3 kate, e përqafoi Eutikun dhe u ringjall nga vdekja, pas e morën e ngjitën përsëri në katën e 3, dhe Pali e vazhdoi mesazhin deri në të gdhir. Kur më ta ketë filluar? Ndoshta nga ora 6-7, edhe e çoi deri nga ora 5-6, mbi 10 orë predikim. Këti thon predikim Allah. Edhe njerëzit ishin aty, edhe po e dëgjonin, edhe s'kishte faj Tiku, s'kishte faj shoku jon Tiku që e zuri gjumi. Shiko, është dokumentuar personi parë që fleti gjumë në Kish, edhe sot ka shumë njerëz që flen gjumë në Kish. Ndoshta nuk flen fizikisht, nuk i zej gjumi fizikisht, po janë të përgjumur frymërisht, janë të plogësht frymërisht, janë pjo, as po, as jo, janë të vakët frymërisht, edhe di që not, nëse ti je i vakët frymërisht, nuk e kap dot planin edhe qëllimin e Perëndis për jetën tënde. Ky është mesazhi që dua të ndaj me ju sot. Zgjohu nga gjumi. Zgjohu nga gjumi. Të lutem, ndërkohë që po dëgjon mesazhin, ndoshta ty të vjen mend filani dhe thu, ky mesazh është për filanin, sa ai më duket çiki për gjumur, ose për filanin, ose për këtë, ose për atë. Në vend të kësaj mendo për vete. Mendo për vete e thuaj, Zot, çka ke për mua? Mendo për vete së pari, sepse të gjithëve na zë gjumi, edhe ngaherë nuk e kuptojmë që po flem. Edhe shjave të që kisha nuk po mlidhet fizikisht, edhe ka shumë gjasa që dikush që po dëgjon është i përgjumur.
është i përgjumur, ti nuk e mamen kohën, kur ka qenë hera fundit që ke kalu kohë me Perëndin, nuk e mamen kur ke lënë Biblën, me gjithmonë kur ke lënë Biblën, edhe nuk e mamen kur ke bërë diçka që Perëndia të ka thënë, nuk e mamen çfarë ditë është sot jam qëra fjala. Se më duket sikur gjithë ditët janë çtu ndjer, duket sikur është një 8 javë, një fundjavë gjatë 8 javësh. Edhe vargu që është super për të zgjuar frymërisht është Efesianëve 5:14 që thot, prandaj shkrimi thot, zgjohu ti që fle, dhe ringjallo për së vdekurisht dhe Krishti të shëndris në ty. Pas ka vargëzgjimi në Bibël, alarmi është 5:14, Efesianëve 5:14. Po çfarë thot më poshtë? Pse duhet të rrim zgjuar? Pse mos flem? Pse duhet të rrim zgjuar? Vargu 15. Kujdesuni pra që të ecni me kujdes, jo si të marrët, por si të mençurit, duke shfrytzuar kohën, sepse ditët janë të mbrapshta. Vargu 17. Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit, vullneti i Perëndis. Shkrimi thot, nëse je në gjumë, ka shumë gjasar, nuk mund të kuptosh cili është qëllimi i Perëndis, plani i Perëndis, drejtimi i Perëndis për jetën tënde. Nuk do kuptosh cili është hapi i dur nëse je i përgjumur. A e di që ka njerëz që ecin përgjumësh? Zgjohen përgjumësh edhe ecin. Disa herë mund të jesh kështu frymërisht, ti je duke ecë, por frymërisht je në gjumë akoma, sepse nuk po e kap se çfarë po thot Perëndia, edhe nuk po e ndjek ato që thot Perëndia. Edhe ka raste kur takon dikë që ka vite që e njeh Zotin, por jeta e tij, jeta e saj është po jeton në mëkat. Jeta e tij, jeta e saj. Çfarë do thot kjo? Ka qenë në gjumë gjithkohon. Nuk e ka kuptuar që e ka thënë Perëndia, jo vetëm që s'e ka kuptuar, as ka ndërmend ta vënë praktik. Edhe jeton në jetën e mëkatit sikur mos ta njihte Perëndin fare. Pyetja është, a je ti në gjumë? Le të shohim 3 lloj përgjumjesh. 3 lloj përgjumjesh që nëse nuk je i vëmendshëm, normalisht mund biesh në këtë lloj gjumi. E para, mund të jesh në gjumë frymërisht. Ndoshta ti po dëgjon, edhe je në gjumë frymërisht në çfarë kuptimi? Nuk e njeh Perëndin fare. As nuk do t'ja dish për Perëndin. Edhe mjafton, ti thua, mjafton që jam çun i mirë, mjafton që jam gocë e mirë, nuk bëj këtë, nuk bëj këtë, nuk bëj atë, si gjithë tjerët, jam i mirë. Ore, nuk mjafton t'jesh çun i mirë. Nuk mjafton t'jesh gocë e mirë, edhe nuk mjafton kaq. Po të thua, po jo mos unë jam si shpirt, ku më ka bo mami mua, ka shkri gjithë talentin, shiko sa të mirë më ka bo, sa të mirë më ka bo prindrit. Puna është, nuk ka asnjë të mirë. Shkrimi thot, nuk ka asnjë të mirë, edhe më i miri mëkaton. Edhe për shkak se mëkaton, paga e mëkatit është vdekja. Paga e mëkatit është vdekja. Bibla thot, nuk e fitojmë qiellin, nuk e fitojmë aprovimin e Perëndis, nuk drejtësohemi nga Perëndia për shkak se jemi të mirë vetë. Jo, po flisja me një çun për Jezusin, edhe po i tregoja se sa çdo njeri ka nevojë për shpëtimtarin. Çdo njeri, Jezusi ka vdekur në kryq për secilin prej nesh që të na pajtojë me Perëndin. Edhe nëse nuk jemi të pajtuar me Perëndin, një ditë ku do jemi ballë për ballë me të, ai do na kërkojë llogari për mëkatet tona. Edhe nëse ti nuk je i drejtësuar, nëse dikush nuk ka paguar për mëkatet e tua, është rradha që të paguash ti. Edhe nuk ka më mundësi të dytë. Edhe unë po ja shpjegoja aq qartë sa që paga e mëkatit është vdekja. Jezusi vdiq për ne. Nëse beson ti je shpëtuar, i drejtësuar para Perëndis, apo kupton të gjë? Asgjë. Hyj tek te fjala, dil tek te, edhe në fytyrë tregonte që ishte i fik fare, edhe ishte i përgjumur, edhe asnjë gjë nuk po hynte në kokë. Edhe unë po i thoya vetes time, bjeri Altin bjeri se po i bie mirë. Ai s'kishte pik interesi për këtë gjëra. Në gjumë frymërisht, edhe as që donte të zgjohej madje. A je ti me këtë idenë që duhet jesh çun i mirë, gocë e mirë për të fituar aprovimin e Perëndis? Shok, nuk mjaftojnë të mirat. Madje Bibla thotë Isaia, veprat tona, punët tona, ato më të mirat fare, janë si një rrobe ndotur para i Perëndisë të shet. Kështu që nëse ke pas ndonjë shpresë të punët e mira, hiqe si opsion,
sepse nuk ekziston. Herët avon dhe kuptosh, nuk pajtohesh me Perëndin për shkak të përpjekjeve tuaja. Është vetëm ajo që bëri Jezusi në kryq. Është vetëm ajo, ai pagoi për mëkatet, ai të jep faljen, edhe kjo të bën të drejtë para Perëndis, kjo të drejtëson para Perëndis. Kjo është mënyra e vetme kur ti zgjedh ti besosh Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar. Kjo është e vetmja, sepse duke besuar atij ndodhin tre gjëra. E shkuara pastrohet, e sotmja merr kuptim, e ardhmja sigurohet. A e ke marrë këtë vendim ti? Nëse nuk e ke marrë, një çik më vonë unë do të drejtoj në një lutje kur ti të zgjedhësh edhe ta pranosh Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, e të zgjohesh frymërisht, e të jesh i zjarrt edhe të lidhesh me Perëndin. Edhe pastaj çanot, apo ecë me Perëndin. Kur ti e zgjedh edhe zgjohesh nga gjumi, ai të jep mundësinë që ti të ecësh ditë pas dite me të, edhe të dëgjosh fjalën e tij. E vërteta është djalli, i ligu, satani, do që t'jemi të përgjumër. Do që t'jemi të përgjumër, madje ai del vullnetar për të këndu një nulla, për të këndu një nulla, për të na vënë një gjumë sa më kollaj. Thë flej gjumë, ta këndoj unë këngën që të zë gjumi më kollaj. Ai ka qenë muzikant shumë i mirë në fakt, e ka edhe në CV edhe të mashtron me lezet. Për gjumja do e ndalë rritjen tënde në Zotin. Nëse e fik alarmin edhe rinë gjumë, ti s'ke për të arrit maksimumin tënë, s'ke për të kuptu qëllimin, s'ke për të kuptu vullnetin e Perëndis për jetën tënde. Djalli do që të flejmë gjumë. Djalli thotë, se po flej gjumë, le flej gjumë. Kisha i CF po flej gjumë, le flej gjumë. Kisha e Perëndis në për Shqipëri, në për Kosovë, në për Shqiptari, po flej gjumë. Let flej gjumë, let flej, mos ta zgjoj, let flej një qik gjumë, se ka nejtë mërëm deri vonë, duke pa filma deri në 3 mjesit, let flej, s'ka gjën 12, 1, 2, 3, zgjojt kur zgjojt, let të flej. Djalli thot, ç'keti se të këndojnë një nulla që të zë gjumi, fli biro, fli bio, fli goce, fli të keqen djalli, se ta këndojnë këngën ty, edhe të zë gjumi gjithë kohën, sepse nuk duhet ndihma jote. Pse për ty është mangët? Sa çuna, sa goca ka, edhe do e ndihmosh ti kishën, do e ndihmosh ti shërbesën, sa të krishterë ka, pse ti do e bësh? Flej gjumë, ti flej gjumë, shlodho. Ky është plani i ligut. Plani i Perëndis është të jesh i zgjuar. Pse? Apo flen ti? Nëse po flen, nuk do e kapish vullnetin, planin e Perëndis për jetën tënde. Nëse do ishe të zgjuar plotësisht, do kuptosh sa i mirë është Perëndia, sa i fortë edhe i qartë është shkrimi, sa i qartë është qëllimi i Perëndis për jetën tonë, edhe sa i fuqishme është prania e Perëndis në jetën tonë, edhe që ai ka një qëllim, e ne lëshohemi për të ndjek atë qëllim të Perëndis. Perëndia do që jeta jonë të jetë e zjarrt në Zotin, plot aventurë, plot bukuri, plot zell, plot pasion për Zotin. Djalli thot, rri rahat, rri qetë, e do dalish ti je i lodhur, ti ke ngrënë 5 herë sot, flej që gjumë, ktheu vjen krah tjetër, ktheu vjen. Këto do i ligu, kurse Perëndia thot qarë, zgjohu ti që fle. Efesianëve 5:14 si ishte, prandaj shkrimi thot, zgjohu ti që fle, dhe ringjallo për së vdekurisht, dhe Krishti do të shëndris mbi ty. Zgjohu që të shëndris Jezusi nëpërmjet teje. Ra alarmi. Alarmi është vënë ku? Efesianëve 5:14. Disa flen sepse s'duan t'ia dinë për Perëndin. Cila është e dyta? E dyta është disa flen dhe nuk duan të mbjellin. Disa flen nuk duan të mbjellin të ara e Perëndis. Jeta jote, jeta ime është si farë. Ne mbjellim me jetën tonë të ara e Perëndis. Bibla flet shumë për parimin e mbjelljes korrjes. Ti mbjell edhe do korrësh. Ti hedh edhe mbjell edhe do korrësh. Edhe është ky parimi i mbjelljes korrjes. Nëse ti mbjell misër, nuk e për të korrë portokalle. Sepse është gjithkohon parimi i mbjelljes korrjes, atë që mbjell, atë do të korrësh. Më falni. Edhe koha sot është kohë fantastike për të mbjellë.
është koha për që zgjuar edhe për të mbjellë me jetën tonë, për të mbjellë me fjalët tona, për të mbjellë me veprimet tona, për të mbjellë me mendime sipas fjalës së Perëndis. Te krishterët e veprat 20 çfarë thuaj? Mblidheshin ditën e parë të javës, që i bie diela, edhe ti mblidhesh me kishën tënde të dielën apo kur është takimi në fundjavë, edhe ato nuk flinin gjumë të dielën, mblidheshin bashkë edhe mezi pristin të merrin një fjalë nga Perëndia, edhe pse nuk po mblidhemi fizikisht, nuk është kohë për të fletë gjumë, është kohë për të bërë kishë të familje jote. Është koha që ti jesh pastori, drejtuesi i familjes tënde, drejtuesi shpirtëror i familjes tënde, është koha për ta kthy shtëpinë në kishë. Edhe jo të flesh gjumë për të zgjohesh totalisht për të mbjellë. Nuk ka kohë më të bukur për të mbjellë se sa sot. Edhe nuk e përshku askund. Aty te shtëpia jote, aty me telefonin tënd, ti mund të mbjellësh, edhe ti mund të shërbesh gjithashtu. Ti mund të shërbesh te shtëpia me tuta, me shapka apo pa shapka, me bluzë, ashtu siç je, nuk ke nevojë të marrësh bilet, nuk ke nevojë të marrësh makinë apo avion apo asnjë gjë. Ti mund të shërbesh në mënyrë ndërkombëtare, duke qenë te shtëpia jote nëpërmjet internetit. Thjesht duke ndaj një link shokut shoqes tënde që jeton në Amerikë, apo në Zeland, apo në Kinë, apo në Gjermani, apo në Afrikë, apo kudo në botë. Ti je misionar duke në shtëpi, edhe ti mund të mbjellësh duke shërbyer nga shtëpia jote. Ti mbjell në këtë kohë. Nëse ndonjëri thotë, po unë nuk kam mundësi, mbjell minimalen. Bëj më të paktën. Cila është më e pakta që mund bësh? Por ama ti bën diçka. Pyet veten tënde, cila është minimalja që më bëj për dikë sot? Mund ta marr në telefon, mund lutem për të në telefon, mund t'ja shkruaj lutjen. Çfarë mund të bëj minimalja për dikë? U pyet dikush, çfarë do të bëje nëse ti e di që bota përfundon nesër? Çfarë është një gjë që do bëje? Ai tha, unë sot do mbjellja një pemë. Nëse di që bota do përfundoj nesër, sot do bëja diçka të mirë, sot do bëja minimale, sot do bëja diçka, por nuk do rria pa bërë gjë. E njëjta gjë për ne, sot ne mbjellim, edhe nuk ka rëndësi se sa është mbjellja, është e vogël apo e madhe. Ti mbjell kur jep të 10-ën tek kisha jote. Ndoshta ti mendon, hajtë se është justifikim, nuk po mblidhemi, kështu që po e prish të 10-ën. Jo. 10-a i takon kishës tënde, cilës ti je pjesë. Kështu që ti e ndamë vete, që tani nuk e di se si e gjen mënyrën, a e dërgon online te llogaria e kishës tënde, apo e ndamë vete, apo e fut në një kavanos siç ndan kursimet, por është ti mbjell për mbretërinë e Perëndis. Edhe çfarë thot shkrimi? Shkrimi thot Perëndia ka premtuar te Malakia kapitulli 3, ai do i qortojë të ligun ku ne bëjmë pjesën tonë. Kur ti bën pjesën tënde, ai do e qortojë të ligun në vendin tënd, që do thot, ai do të ruaj, do të mbrojë dhe do e bekojë jetën tënde për shkak se ti ke mbjell. Në logjikën njerëzore nuk duket normale, sepse nëse ti ke edhe jep, ke më pak. Në ekonominë e Perëndis, nëse ti ke edhe jep, Perëndia e shumëfishon, sepse dhënia jote është mbjellje. Edhe ti do e korrësh frutet e asaj, do e korrësh frutet e mbrojtjes Perëndis, e bekimeve të Perëndis në jetën tënde. Nëse ti e njeh Perëndin, ti je lider në shtëpinë tënde sot. Mos u përgjum në këtë kohë. Në këtë kohë filloj një grup online me shokët, me shoqet e tuaja. Në këtë kohë je aktiv, kërko të shërbesh online. Edhe ka shumë mënyra se si mund të shërbesh online. Edhe kërko ta kthesh familjen tënde, ta kthesh në kishë. Për të kthyer, për ta sjellë lajmin e mirë të gjithë motrat, vëllezërit dhe të prindit e tu. Satani do që të flesh gjumë. Po s'ka gjë, kishat nuk po takohen, po qa mund bësh ti nga shtëpia, se ti njeje, po s'bëre ti këtë e do ngeli pa bërë. Jo, zgjohu bëj pjesën tënde. Zgjohu dhe bëj minimumin tënd nëse është e mundur. Sepse kur t'jemi përballë Perëndis, 2 pyetje do na bëj Perëndia. Së pari, qa bëre me birin tim? A zgjodhe ti besosh birin tim si Zot dhe shpëtimtar, si paguesin mëkateve tuaja? Edhe pyetja 2 do jetë, çfarë bëre me dhuntit, me talentet, me pasionet, me përvojat që të kam dhënë unë? Çfarë bëre te kisha ku të vendosa unë? Çfarë bëre me familjen ku të vendosa unë? Çfarë bëre me rrethin shoqëror ku të vendosa unë? Çfarë bëre te kisha online që po ndiqe? A bëre diçka? Apo flet e gjumë?
Unë e di që asnjë nga ju s'është i tillë, sepse ti je ndryshe, ti mezi pret të marrësh një fjalë nga Perëndia edhe ta vësh në zbatim. Ti mezi pret atë fjalën e parë që të marrësh kur të takosh Perëndin përballë, cila është të lumt, shërbëtor i mirë edhe besnik. Sa e bukur është ajo fjalë, ajo fjali edhe gjithë e presim me padorim ta dëgjojmë nga Perëndia, të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik. Ti nuk fje të gjumë, ti e kape momentin, ti e shfrytëzove momentin. Mos e lër të përgjumen aftësitë tua. Mos i lër të përgjumen talentet e tua. Pse? Sepse ti je gjeni. Po, ti je gjeni. Unë jam gjeni. Ne jemi gjeni. Nga e dim këtë? Sepse ti je krijuar nga Perëndia. Je krijuar në imazhin e Perëndis. Ti dhe unë jemi krijues. Perëndia ka vendos brenda nesh, edhe ti je kryevepra e Perëndis, ti krijon, ti bën, ti sjell inovacion, edhe ti je i tillë, ti je formuar nga duart e Perëndis. Edhe ADN-ja e krijimit është brenda nesh, ADN-ja e inovacionit e ideve të reja është brenda teje. E di çfarë bëjmë një çuditshme? Thuaj vetes tani. Edhe pse mund ngjaj që çuditshëm që po fol me vete, unë jam gjeni. Unë jam gjeni. Unë jam gjeni. Shkruaj të komente. Shkruaj një gjë. Nëse ti shkruan një gjë, unë e di që po më ndjek, edhe ti sapo e ke thënë, unë jam gjeni. Është kodi jon, vetëm unë edhe ti e dim. Perëndia ka vënë në ty çdo gjë që të duhet. Ka vënë brenda teje çdo aplikacion që të duhet, që ti bësh gjën, qëllimin, planin e Perëndis me jetën tënde, dhe ti sa herë që mbjell, ke për të korrur. E di cila është lutja ime? Lutja ime është që Perëndia ta bëj mbjelljen tënde ashtu siç bëri me Isakun. Isaku mbolli, thot shkrimi, dhe korri pa të vit 100 fish. Ndoshta ti thua, po s'është kohë korrje, është koha e korrjes, më falni, është koha, ndoshta ti thua nuk është koha e mbjelljes, është koha e mbjelljes që ka qenë asnjëherë tjetër. Asnjëherë tjetër s'ka qenë kaq lirshëm për të mbjell fjalën e Perëndis, edhe kaq lirshëm për ta shpërndar fjalën e Perëndis kudo që është. Prandaj mbjell, edhe Perëndia bëf mbjelljen tënde, siç thuhet te Zanafilla 26 vargu 12. Isaku mbolli në atë vend, dhe po atë vit korri një prodhim 100 herë më të madh, dhe Zoti e bekoi. Zoti e bekov mbjelljen tënde dhe e shumoft 100 fish. Edhe ti mund të ndikosh dika me jetën tënde, duke mbjell me jetën tënde atë që Perëndia tashmë ka vendosur në ty, edhe ai do ta bëj të shumëfishohet. Pra dikush mund të flej gjumë frymërisht, edhe Zoti ja di për Perëndin, dikush mund të flej gjumë edhe nuk po mbjell, cila është e treta dhe e fundit. Dikush mund të jetë në gjumë edhe nuk po rritet në Zotin. Nuk po rritet në Zotin, që do thot? Do thot që të piqesh në Zotin, të rritesh në Zotin, të maturohesh në Zotin, ka disa sinonime të ndryshme, po do thot që ti thellohesh në Perëndin. Jo vetëm e di, jo vetëm e njeh shkrimin, por atë që Perëndia ka thënë, ti shkon edhe vendos praktik. Edhe që do thot, ti rritesh, ti rritesh në masën e Krishtit, thot shkrimi. Ti rritesh, bëhesh i fortë, i fuqishëm në Zotin, sepse atë që Perëndia ka thënë, ti edhe e vën zbatim. Do ta mbylja me një histori. Martin Luther, reformatori jon, thuhet që pa një ëndër me ferrin. Edhe kjo është ëndër, edhe në ëndër ai pa Satanin që ishte ulë te froni vetë në ferr, edhe demonët vinin edhe raportonin ke Satani gjërat që kishin bërë. Erdhi një demon dhe i tha: Satan, dua të tregoj diçka për ca krishterë që u nisën në një rrugë nëpër shkretëtir me një karvan. Edhe unë lëshova disa tigra, edhe tigrat i shqyn dhe i vranë të gjithë krishterët. Satani tha: Oj marë, për që ke lodh kot, sepse shpirtrat e tyre janë me Jezusin tashma. Nuk më thejnë e gjë interesante, x më pëlqen kjo që ke bërë. Pastaj vjen demoni tjetër dhe i thot: Satan, ishte një grup njerëzish, morën një varg edhe po shkonin në një fshat që nuk shku në gjilli, edhe donin për hapnin lajmin e mirë atje. Por unë shkaktova një furtun, edhe varka u përmbys, edhe të gjithë ato mbytën. Edhe Satani thë, të njëjtat gjëra, prapim me këtë njëjtat gjëra, o njerëz, nuk më intereson, o njerëz, nuk janë njerëz, janë demon, o demon, o të ligj.
Nuk më intereson trupi i tyre fizik, më intereson shpirti i tyre. Ik edhe ti. Pastaj i treti vjen demoni i mençur, i zgjuar, edhe raporton para Satanit. Edhe thot, unë kam disa vite që po mundohem të vë në gjumë filanin, edhe më në fund e zuri gjumi. Edhe sa gjoj këtë, Satani i kërkoj të gjithë ferrit të qoheshin e të brorisin më të madhe, buri gjumë. Kaq është kjo. Kaq do me thënë se është kjo gjë. Megjithëse ishte ëndër, ama ka shumë do me thënje brenda saj. Mos fli gjumë, qohu dhe shëndri për Zotin. Mos më keq kupto, nuk po them që 3-24 orë pa gjumë, sepse ne kemi nevojë për 8 orët i gjumit. Mos fli gjumë ka tjetër kuptim, edhe siç ta thash. Mos fli gjumë për njeh Perëndin. Mos fli gjumë për mbill, mos fli gjumë për rritur në Zotin. Edhe kjo kohë të jetë kohë rritje, edhe forcimi në Zotin. Mbill, sepse Perëndia do e bëj të shëmbishohet në kohën e tij. Ne lutemi bashkë. Dhe lutemi bashkë, edhe doja shumë që të lutesh me mua në këtë moment, edhe lutje nuk kupton aty ku je, ti mbyll sytë, edhe mbyll sytë edhe çfarë do thot, pavarësisht se je, ndoshta je vetëm apo je me njerëz, duke sikur je vetëm ti dhe Perëndia, edhe në këtë kohë përshpëriti fjalë zemre Perëndis. Edhe thuaj Perëndis fiks atë që ti mendon ai kishte për ty. Dhe lutemi. Falenderoj Perëndi për këtë mesazh, edhe uroj shumë edhe besoj shumë që dikush është inkurajuar, dikush ka marrë një fjalë prej teje sot për qenë i zgjuar, edhe i zgjuar, edhe i mençur, edhe i zgjuar gjithashtu. Na ndihmo që të rrim zgjuar dhe të shëndrim për ty. Nëse ti nuk e njeh Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar dhe je në gjumë frymërisht, ti mund të zgjohesh tani, sepse alarmi jot është tek Gjoni 3:16, sepse Perëndia ai shumë e deshi botën, ai shumë të deshi ty, sa pa birin e vetëm, që kushdo që beson, që nëse ti beson, ke jetë përjetshme. Edhe thash në fund do bëjmë një lutje, edhe nëse ti nuk e zgjedh të besosh Jezu Krishtit akoma, por beson që maj sa di, maj sa kuptoj, unë do zgjedh të besoj Jezusit sot. Atëherë lutem me mua. Perëndi, kam mëkatuar. Perëndi, jam përpjekur vetë të pajtohem me ty, të kërkoj falje për përpjekjet e mia, të kërkoj falje për mëkatet e mia. Perëndi, unë sot zgjedh, nëse kjo është lutja jote thuaj, Perëndi, unë sot zgjedh të besoj te Jezu Krishti si Zot dhe Shpëtimtar. Ti kërkoj atij të vini në jetën time, të pastroj zemrën time. Besoj që gjaku i Jezu Krishti që u derdh në kryq është i fuqishëm për pastruar mëkatet e mia sot. Unë pendohem nga përpjekjet, nga rrugët e mia, edhe zgjedh Jezusin të vini në jetën time për të kuptuar qartë qëllimin, planin e Perëndis për jetën time. Dua të njoh ty, nëse kjo është lutja jote thuaj, dua të njoh ty më shumë. Më ndihmo të kuptoj ty më shumë, më qartë, më mirë. Në emrin e Jezus. Amen. Nëse ti e ke bërë këtë lutje shpëtimi, bëjte komente, vetëm shkroj një ja, edhe unë e kuptoj që ti ke bërë lutjen e shpëtimit bashkë me mua sot. Tjetra është një lutje tjetër që dua të bëj është, nëse ti ke qenë në gjumë edhe nuk po ecën me Jezusin, ke marca vendime koti, edhe ke loz, edhe ke shkute cepi kreminës, apo je në moçalisht dhe je në gjoll, je në zhull, deri në gryk, atëhere një zë, ai zëri brëndshëm që po të flet ty, është zëri frymës shejt që të thot ktheu, që të thot zgjohu. Edhe lutja ime do ishte kjo tani, e do ftoj edhe ty të lutem. Perëndi, pendohem nga endja ime larg teje. Perëndi, unë kthehem sot në shtëpi. Kthehem sot. Edhe di që ti do mpresesh me gëzim. E di që ti do mpresesh me krah hapur. Sepse ti e do birin tënd, e do bijën tënde. Nëse ti ke qenë gjumë edhe nuk po mbjell,
edhe do doja të lutesh i bashkë gjithashtu, nuk e mbjell nga koha jote, nga energjia jote, nga financat e tua, është koha për të mbjell, qohu dhe mbill diçka, qohu dhe bëj diçka dhe Perëndia e shumoft në 100 fish, le lutemi tani. Nëse ti do që të mbjellish, e thoj Jezus, ja ku jam. Më mëso, më përdor, jam gati të mbjell me jetën time. Jam gati për të mbjell me jetën time ato që ti më ke dhënë. Nëse jeni gjumë në lidhje me rritjen tënde në Zotin, është koha për ta shkumplurin Biblës, edhe për ta hap, edhe për të thelluar në shkrim. Le lutemi bashk. Perëndi, dua të njoh ty më shumë, më mirë. Më ndihmo që ta shfrytëzoj këtë kohë për të thelluar në fjalën tënde, për të urrit në ty, Perëndi. Atë lutem shumë që ky mesazh që vjen te miqtë e mi sot, dhe të mesazh që do i ndryshoj jetën e tyre. Zoti vetë ke thënë që ku janë dy, ti je mes tyre, një jam unë, një është personi që po dëgjon, e ti je mes nesh pavarësisht që nuk takohemi fizikisht. E lutem shumë me Perëndin, emrin Jezus, mbaje zgjuar kishën tënde, mbaje zgjuar nusen tënde, mbaje zgjuar trupin tënd, mbaje zgjuar tufën tënde, mbaje zgjuar bijt dhe bijat e tua, që t'jenë të zgjuar, të zjarrt për të shiju, për të kuptu planin, qëllimin e Perëndis për jetën e tyre. Të falenderojmë o Zot. Edhe ja ku jemi themi që ne të duam shumë, Perëndi të duam shumë. Nëse ti u lutë bashkë me mua, thuaj në emrin Jezus lutem. Amen. Amen, amen, amen. Zoti bekof shumë. Ishe edhe një herë kënaqësi që pata mundësi të ndaj këtë mesazh me ty.